bën, qeta shpirtin, qeta zëmrën, atje tutje mërkuar, me lëmallin e Tradita, muzika, kultura dhe shihet autentike çame u bën bashkë në një mbrëmje të veçantë në Vlorë. Aktiviteti festiv hajde t'ia themi çamërisht me mërgjimtarët, i cili tashmë po kthehet në një traditë, u zhvillua në rrugën Çamëria në ambientet e kinemas verore, ndërsa zgjati për më shumë se 3 orë. Organizuar nga Shoqata Patriotike Çamëria, nën kujdesin e veçantë të ish-deputetit çam të Vlorës Dashamir Tahiri, aktiviteti mblodhi së bashku qytetarë të Vlorës dhe anëtarë të komunitetit çam, emigrant, por edhe pushues vendase të huaj, të cilët ndoqën nga afër mbrëmjen festive. Ish-deputeti Dashamir Tahiri u shpreh i kënaqur për pjesëmarrjen e gjerë të publikut, duke vlerësuar interesimin për ruajtjen dhe promovimin e traditës, gjuhës dhe kulturës çame. Ai theksoi se ky aktivitet synon të vijojë edhe në të ardhmen dhe të kthehet në një traditë të përvitshme. Gjithmonë ka patur një organizim, po kishte vite që nuk është bërë dhe u bë vjet i vogël, si vjet madhe, viti tjetër duhet më madhe. Ro Vlora, ro Çamëria. Sigurisht që do vazhdoj. Janë zgjuar nga gjumi shoqata dhe ka filluar rigritjen, jo vetëm në Vlorë, kudo në gjithë Shqipërinë. Dhe në çdo vend do bëhet e njëjta gjë, siç e bëjmë. Ndërkohë ka edhe një pjesëmarrje të gjerë. Pa diskutim që ka pjesëmarrje. Ju e shikoni vetë ndryshimin. Ndërkohë mes të pranishmëve dhe shumë të moshuara dhe të moshuar çam. Po pavarësisht se ata i kanë lindur shumë, që kanë ardhur në mosha të mëdha që janë ndej, nuk janë më, po ka dhe nga ata që kanë ardhur nga 6-7 vjeç, edhe i keni sot ku. Është gjithë që këta e dinë datën, në çdo datë 17 do të jetë një festë e tillë për emigrantët zakonisht, mërgjimtarët të emigrantët. Kryetari i Shoqatës Patriotike Çamëria Dega Vlorë, Salin Uredini, thekson se ky aktivitet promovon vlerat e Çamërisë. Po është viti i dytë rresht që ne organizojmë koncertin, le t'ja themi çamërisht. Kryesisht kjo është një ditë që është futur në kalendarin e festave të Çamërisë dhe një në programin edhe të Bashkisë së Vlorës, si data 17 do të njihet si dita e kulinarisë, e zejeve dhe artit të Çamërisë. Këtu marrin pjesë të gjithë qytetarët, pushuesit, mërgjimtarët dhe le të shijojnë një natë të bukur me këngë valle çame, me gatime çame që janë jo të gjitha gatimet kanë ardhur, i kemi servirur për efektin e temperaturave të larta, kemi evituar disa, por kishte një bollok të madh me ushqime, njerëzit janë të kënaqur, muzika po vazhdon, le të gëzojnë njerëzit. Në këtë mbrëmje morën pjesë edhe personalitetet të ndryshme të Çamërisë, të cilët shprehën kënaqësinë për organizimin e një aktiviteti që sjell në vëmendje historinë, kulturën dhe traditat e kësaj treve. Sofra çame ka qenë gjithmonë e madhe, kështu që Vlora ka ditur të ngre sofrat mëdha gjithmonë. Për gëzime. Kjo është një traditë që çamët e festojnë me përmësjena me gjitha këto. Edhe sot ne kemi bërë një mesazh për të gjithë këto, përgojnë gjitha këto. Muzika dhe vallet tradicionale ishin një tjetër pjesë e rëndësishme e mbrëmjes. Këngëtar të ftuar sollën këngë çame duke krijuar një atmosferë festive dhe duke kthyer aktivitetin në një mbrëmje të veçantë për të gjithë të pranishmit.
pjesë e aktivitetit ishte edhe një panajir tradicional, ku artizanët ekspozuan dhe promovuan punimet e tyre, ndërsa mvisat e krajinës së Çamërisë prezantuan gatimet tradicionale çame. Selam Xhemala, i drejtuesi i kurseve profesionale të kuzhinës dhe një prej kuzhinjerëve të vjetër, tregon për traditat çame në gastronomi. Faleminderit për intervistën. Unë jam advokati, po ne ndihemi krenar se Çamërin të kemi pritur e na ka lënë pa ardhësit, na e ka lënë detyrë. Përsa për sektorin e gatimeve, ju e dini ku unë militoj, se keni testuar dhe herë tjetër, është kënaqësi që gatova, për duke të fresta kënaqësia shumë e madhe, besoj se u kënaqem. Mendoj që të tilla raste edhe këta e meritojnë, edhe me kënaqësi unë sa herë të ke nevojë këta, unë dhe jemi gatshëm gjithmonë. I kanë shijuar qytetarët gatimet apo jo? Këtu nuk e le asnjë gjë, patjetër që kanë shijuar, ishin të festa, ishin tradicionale dhe baza e gatimit ishte çame. Çfarë ndryshon gatimi çam me gatimet? Ata kanë traditat e tyre, që fillojnë që te byrekët, te lakrorët, te të gjitha gjërat tradicionale çame, te bispilitat që janë të tyre, te musakaja, pastaj fillojnë gjërat e tjera që janë që klumështori, gjithon ata klumështor, janë të tyre, janë traditat e tyre dhe ne sot kemi demonstruar vetëm traditat e tyre. Përmes muzikës, valleve, artizanit dhe gastronomisë, Nata Çame solli më pranë publikut kulturën, traditat dhe vlerat e kësaj treve, duke përcjell brez pas brezi trashëgimin çame dhe duke kthyer mbrëmjen në një festë të kulturës dhe identitetit.